Pse thon Gjellanxhit kanë parë? A ke bo parë? Unë si inxhinier jam me profesion inxhinier i ndërtimtarisë, profilit hidroteknik. Unë për veti me pas diplomimit e kam gjetë një periudhë kohore kam punu në institucionet komunale, prej dikur 5 vite, dhe mandej kam kalu në sferën e privat, që tani edhe jam duke punu me në një firmë, ku është mjaft e suksesshme, një ndër më të suksesshme, s'po thom Kosovë se tani e bojnë pak se adhem, po është te një firmë kompania Elbao, ko një ndër firmat më të suksesshme për mirëmbajtje, për rregullim të rrugëve, çështu. E besoj që si cili profesion i ka ato sfidat. A ke bo parë, vlla? So dush. Pse thon, nuk e di a ke mujt me gjeti atë energji ose atë frymë. Pse thon Gjellanxhit kanë parë, vlla? Po besoj që janë A janë njerëz. shumë punëtor, s'po e dyshoj. Po ka vjen kjo. Jo, besoj që na jemi ma duardhënës, edhe ma syqelur, po thonë me një varfurme, pse aty ku duhet na e japim. Aty ku duhet mos ta japin, aty se japim. Pse? Se është problemi se si ti e koncepton një problematik, ose një zhvillim një venit, ose një problem jetësor. Edhe kjo është arsyeja pse thunë që Gjellanxhit kanë parë. Është e vërtetë që kanë mirë, po kanë parë mirë, po është e vërtetë që mas shkurti janë ma s'po di Janë dordhënës, janë dorështirë, janë punëtorë dhe kry muhabeti, për me këthy